Besimtari i mirë, besimtari i vërtet është ai i cili e njeh vlerën e kohës, e njeh vlerën e jetës së tij. Ky është besimtari i mençur, besimtari i zgjuar. Thot profeti alayhi salatu wassalam se këmbët e njeriu ditën e Kiametit nuk lëvizin derisa ky njeri të pyetet për 4 gjëra. Dhe më pas thot ai alayhi salatu wassalam për 2 prej këtyre 4 gjërave janë do të pyetet për jetën e tij se si e ka kaluar atë. Pra çdo njeri do pyetet për jetën e vet. Se më kot Allahu xhallahu alej ka sjell njerëzit në jetën e kësaj bote. Dhe po kështu do të pyetet për rinin e tij si e ka kaluar atë. Faktorinia është pjesë e jetës. Pasi profeti alayhi salatu wassalam thotë që do të pyetet për jetën e tij, atëherë e konfirmon për rëndësinë që ka rinia. Për rëndësinë që ka rinia e njeriu, e cila është mosha ku njeriu merr vendimet për jetën e tij, merr vendimet e drejtimit të jetës, të punës së tij, të specializimit të tij. Jo më kot të rinjt janë ata të cilët udhëzohen më së shumti, sepse rinia është mosha, është pjesa e jetës, e cila përmban guximin, e cila përmban iniciativën, përmban nismat. Pra në atë moshë njeriu merr nismat e jetës, merr vendimet e jetës. Ndaj dhe e ka përmendur dhe ka konfirmuar këtu në këtë rast se njeriu do të pyetet për rinin e tij. Pra jo vetëm për jetën e vet, për të gjithë jetën, por posaçërisht do të pyetet dhe për rinin e tij.